Manjan, a mund të themi, po jo, mund të më përgjigjesh dhe për këtë, pa mund të themi që jesh mbyllur goja skeptikëve edhe këtu për të fus dhe ty në këtë pyetje, që ka të paprekshëm pra, ka rënë miti i pandëshkueshmërisë? Bravo, atëre, po, ka rënë miti i pandëshkueshmërisë, po kjo nuk do të thotë që është vendosur drejtësi. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Pra, qëllimi ka qenë ndëshkim, që të kënaqet populli dhe të dalin sondazhet mirë, por kjo nuk është drejtësi. Dakord? Sepse ndëshkim bëjnë të gjitha autokraturat. Ndëshkim ka bërë edhe drejtësia e Aranit Çelës, ndëshkim ishte ajo. Pushkatime pa gjyq, internime familjesh, arresti edhe ministra, Kateria Zbiuti prengjuhen, knaq populli. Dishin sondazhat atëherë, votat për Enverin. Është votuar edhe atëherë. Votoni me kallash në kokë? Jo, s'ka pas kallash, se kemi njoftë kallashin vetëm në zbore kemi pa. Kishin frikë njerëzit nga Po, eksakt frika, eksakte frika. Nuk është se ka votuar për Enverin se ju pëlqente drejtësia e Enverit. Ajo frikë tani vjen nga kultura e pandëshkueshmërisë. Nuk vjen nga drejtësia. Askush, pra po të kishte drejtësi nuk do kishte frikë. Vjen nga fakti që të merr statistika. Ti do futesh në burg vëlla. Pik. Dhe në qoftë se unë insistoj të kjo gjë, insistoj me shumë, sa zë kam, se unë këtë zërin kam, s'kam gjë tjetër. Koha që kemi kaluar dhe jetojmë, që quhet ndëshkim, duhet marrë fund 1 orë e më parë. Unë nuk jam për shkrirje, ngrirje, spak, është më të thash, e kam thënë dhe vazhdoj ta them, ne na duhet një spak, një institucion hetimor, që në fund të ditës ta konsideroj veten që është parë në gjyq dhe jo mbi gjykatën. Kjo është drejtësia që kërkoj unë. Edhe që kërkon në mit, kjo quhet drejtësi. Se prokuroria në këtë moment e konsideron veten mbi gjykatën. Po se ja the lejon ligji mbi gjykatën. Lejon ligji ta përgjigj gjykatën. Shikoras herën e gjokës. Nuk ka gjykata sot bir nëna që të punojnë në gjykatë që të kundërshtoj prokurorin e spakut. Se afërmendsh si i punohet qinti. Dhe kjo nuk është drejtësi, kjo është ndëshkim, shumë e vërtetë është. Afërmendshme. Pra ti thua shumë e vërtetë është. Jemi manjan në atë Republikën e prokurorëve. Dhe po, aja kanë arrit qëllimin që të kënaqin turmat. Po, ma e kanë arrit, unë s'po them gjë. Unë e di që kjo që po them është antipopullore, po unë s'lip vota për fatin tim të mirë. Se s'ua du votat këta që kërkojnë gjak. 1 milion qofshin, nësë më plas fare. Po kjo nuk është drejtësi. Kjo nuk është drejtësi. Ndëshkim po. Për të kurtuar eksakt të kulturën e frikës, që të mblokosh mua fondet publike, që ky vend ka nevojë për shërbime publike. Po kur janë abuzuar, kur është abuzuar me fondet publike, kur rezulton që janë 50 milionë euro. Po, zgjedhja që duhet të ftojmë ne të bëjmë tani, zgjedhja logjike e njerëzve që kanë trun kokë, është kjo. A është më mirë të digjen fondet, apo të përdoren qoftë me korrupsion? Unë jam për këtë dytën, në thënë vërtetë. Si s'do ti po mima, çast lejohet me që janë me këtë dytën. Po lejohet, po nuk është e drejtë, nuk e për drejtësinë këtu. Jo, për çfarë? Ti e për çfarë dush për zhvillimin, për ekonominë e këtu, po jo për ndëshkimin sjam vallai. Po jo, pra. Jo edhe për ndëshkimin sjam. Po ky shembulli që dhe tash deri ka e pika unë isha deri diku dakord me ty. Ky shembulli që dhe nuk. Okej, shumë lehtësi mos jemi dakord. S'ka problem. Tani vazhdojmë. Po çfarë po flas? Po si politikan, si ekonomist, si çfarë dush? Jo, mos si qytetar. Hajde atëherë pranojmë edhe gjithë paret e drogës sepse na duhen për zhvillimin dhe mos të ndeshkojmë. Unë jam për të pranuar. Sjarum atë në rregull. Sjarum i qartë. Jo, në rregull. S'kam një problem me këtë. Po mirë në rregull. Unë jam për të përdorur ato. Dakor, pa ti që ka avokati i parë të drogës, kjo është ideja. Unë jam që ai që shet drogë të shkolla ta vras ta varën litar, të shkolla fëmijëve të mi, po se solli lek se ka shit drogë, kanë ngop anglisë me drogë. Anglezëve nuk ka problem. Po fare. Zero. Po kjo s'është drejtësi më. Po si çka drejtësi? Po drejtësia është parim. Është parim dhe është parim universal. Drejtësia nuk vlen vetëm për fëmijët e tu dhe fëmijët e mi. Sipas me vlen për fëmijët e mi kaq. Po sipas me. Parimi i drejtësisë vlen kudo, që nga kanti e mbrapa. Po vlen mos më vlen, po lema çka kanti ka dek, ç'a mua bet kot tash. Unë po them, po ç'a mua bet. Po ç'është drejtësi që vleka vetëm për fëmijët e tu? Drejtësia që duon më burr. Po nuk është drejtësi kjo. Po pashpun po ty më quhet interes. Themi që dita një krimit tokës pastaj vaj. Po është interes nuk është drejtësi. Po çfarë duhet ty më çash? Unë kujt është interes mua ti thuaj që mua më interesojnë vetëm fëmijët e mi për të le bëjnë çfarë duhet me vdesin. Jo, ja po te pra the. Fëmijët anglezëve ta hajnë nga droga shqiptare. Po si është drejtësi kjo? Po si çka drejtësi? Se drejtësia ka në bazë në thelb një parim, universaliteti. Ajo që vlen për mua duhet vlej edhe për ty. Në rregull. Ti thuaj që vlen për fëmijët e mi, do përgjigjen time.
Për territorin e Republikës Shqipërisë vlen drejtësia ime. Po pra po, për territorin e Republikës Shqipërisë vlen drejtësia ime. I ka prish punë Anglisë saj, ta kapi Anglia ta dënoj, s'ka më si problem. Unë nuk e mbroj atë. Me që më the e mbron. Dakord? Po se ka sjell lek, ka investuar, mos më bësi dëmaj. Jo, do ndëme sa Ky dush pa ishma ky është principi, jo s'ka Ti spija sot do ylli pa leje, mas rrati ma bete, aman. Po, dakord. Ne zbjede shpije, ti ndoshta e blerë, ova. Jo e gabim. Atë Lekët lek droge do shkatrojnë ekonominë. Në mënyrën se si e kanë shkatruar. Unë pyet një ekonomist Ka të shkuar, e thjeshtë. ka shkatruar, inflacioni e ka shkatruar. Ka Inflacioni shkatruar edhe për ty dhe për mua. inflacioni i paligjshëm po. I kontrolluar, se këtu është problemi Nuk prandaj. do të shpije o ylli. I kontrolluar. Nuk blet do të shpiti e ke mund të shpjesh ose blet do vlla. Unë veproj si mbas tregohet që ka ky vend, unë zbledh Shpejuni